Në fakt e tillë është sepse çdo burim i skeqes i vendimarrjes politike qeverisë, por dhe i administratës, meqense ai bën fajtor administratën, buron nga Rama dhe protestuesit nuk mund ta pranojnë gjuhën e Ramës, për më tepër kur gjuha e Ramës kalon pastaj edhe në etiketime të tilla, ajo është bazë themelore, pas shndrohet në një bazë që pjesëmarrja të rritet, por edhe gjua e protestuesve të jetë në një regjistër tjetër, regjistër jo thjesht i shoqëruar me dorëheqje, me fjalë dorëheqje, me fjalë largim, me fjalë qeveri kujdestare apo tranzitore, por dhe me setin e atyre fjalëve që meriton një person i tillë që shfrytëzon karrigen e pushtetit për të lëshuar hyerje dhe përcaktime të tilla për protestuesit, për qytetarët, cilët me drejtën e tyre vazhdojnë në ditën e 29 të shprehin pa kënaqësinë, zëmërimin, revoltën e tyre dhe tek e fundit kërkojnë diçka reale, konkrete që duhet ta kërkojnë dhe sot e kërkojnë qytetarët në një sistem demokratik. Dorëheqjen e kryeministrit si burim i gjithë atë këqijave që ka ndodhur dhe bashkëshoqëruar me akte të caktuara që lidhen me abrogimin e disa ligjeve që kanë sjellë dëme parikuperueshme në Shqipëri edhe në aspektin ekonomik, por edhe në shumë aspekte të tjera, siç janë ligji për zonat e mbrojtura, ligji për trashëgiminë kulturore, ligji për investimet strategjike apo paketa e famshme e maleve. Boçi, marrë shkas nga takimet e Ramës, nga mbledhjet që pati me ministrat, me Partinë Socialiste, sigurisht në fillim filloi dhe foli për luftën me algoritmin, luftë digjitale. Për herë të parë qeveria Rama ishte në disnivel me algoritmin, me propagandën, siç e quajti kryeministri, dhe më pas bëri përshtypje kur ju drejtua eksponentëve të lartë, përfaqësuesve të lartë Partisë Socialiste që të dalin në terren dhe të takojnë qytetarët, pyesin nëse kanë halle, probleme. Pyetja lind natyrshëm, Boçi, kjo qeveri jeton në Shqipëri që pas kësaj proteste mendohet që duhet të dalin dhe të shohin nëse kanë halle qytetarët? Madje Nold ai përdori dhe një përcaktim që më keni lënë vetëm. Krahas kësajt, duke marrë atë pozën e një drejtuesi që është lënë vetëm, edhe në fakt kjo braktisje brenda tij është qarë, ka nisur, por ai kërkon ta bllokojë, ndërsa kjo lidhje e përfaqësuesve të tij me qytetarët ose edhe veti me shqetësimet e qytetarëve ka kohë që është distante. Rama është i mbyllur në kullën e tij të fildisht, ose themi në edenin e tij, që e ka ndërtuar jo me pak para, me 4.5 milion euro, dhe nga aty pastaj realizon gjitha projektet e tij që nuk lidhen fare me qytetarët, por lidhen me interesa, lidhen me lobime, lidhen me pushtetin dhe i shërbejnë në zgjatjes së këtij pushteti për ta bërë atë siç ja tha dhe ai arkitekti sipas edhe projektit që vetë Rama e ka në mendjen dhe në kokën e tij. Dhe nuk është gjë e re kjo që ka thënë Rama. Shkëputja, distanca e pushtetarëve nga qytetari sot është shumë e madhe, ka nisur vite më parë dhe kjo evidentohet jo thjesht nga atyre që janë përfaqësues të pushtetit qendror, por dhe atyre që sot janë përfaqësues të pushtetit lokal, sepse shpesh identifikojmë gjithçka vetëm me pushtetin qendror dhe përfaqësuesit politik, Partisë Socialiste. Është shumë e saktë ajo që thatë ju, Nord, jetojnë në një realitet tjetër, në një botë tjetër, në një botë